Bismillahirrahmanirrahim. Kur të tjerët ende po mësojnë alfabetin, ata po sfidojnë veten me Kuranin. Mustafa Rahmani, vetëm 7 vjeç, dhe vëllai i tij Shuaib Rahmani, 5 vjeç, kanë hyrë në mesin e garuesve më të rinj që kanë qenë ndonjëherë në garat ballkanike të memorizimit të Kuranit. Me guximin që rrallë shihet edhe tek të rriturit, ata morën përsipër një sfidë të jashtëzakonshme, nga 2 gjuz të Kuranit secili, plot 40 faqe për të përballur në një skenë ku konkurenca ishte e fortë. Edhe pse këtë herë nuk arritën të marrin vend fitues, diferenca ishte vetëm 1 deri në 2 pikë, një dëshmi e qartë se sa afër majës ishin. Por suksesi i tyre nuk matet me medalje. Ai ka filluar shumë më herët në shtëpi me prindërit, ku zërat e tyre të vegjël u mësuan me fjalët e shenjta që nga mosha 2 vjeçare dhe më pas e forcuan rrugtimin e tyre në kurse të ndryshme që nga mosha 4 vjeçare. Ta 2 vëllezër nuk janë thjesht pjesëmarrës, ata janë një shembull frymëzimi për çdo familje, se si përkushtimi, edukimi dhe dashuria për fen mund të ndërtohen që në hapat e parë të jetës, dhe në fund ndoshta nuk është më rëndësi kush doli i pari në atë garë, sepse këta 2 vëllezër tashmë e kanë fituar një garë shumë më të madhe, atë me veten, me kohën dhe me përkushtimin ndaj Kuranit. Sot janë të vegjël, por rruga që ka nisur premton një të ardhme të madhe. E ndoshta një ditë, kur emrat e tyre të përmenden sërish, nuk do të jetë më një habi, por një histori suksesi. Wal adiyati dabaha, fal muriyati qadaha.